Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Pini lëng qepe një herë në ditë dhe nuk do shihni derën e spitalit me sy. Lëngu i qepës është një pije jo shumë e përhapur dhe me shumë gjasa e pa dëgjuar për shumicën prej jush. Mirë po, benefitet shëndetësore të këtij lëngu janë në vërtet të jashtëzakonshme për organizmin. Ky lëng i derivuar nga qepa përmban fibër, vitaminën B6 dhe C, gjithashtu minerale dhe flavonoide. Këto janë në përfitimet kryesore sipas WebMed që do të merrni nga konsumi i lëngut të qepës. Ajo do ju ndihmojë në pastrimin e organizmit. Përbërësit e qepës ndihmojnë që të mbajnë larg toksinat nga organizmi. Aminoacidet e këtij lëngu ndihmojnë në nxjerrjen sa më të shpejtë të substancave të dëmshme nëpërmjet urinës. Shëndeti i zemrës do të përmirësohet dhe do të performojë më mirë edhe shëndeti kardiovaskular. Sipas WebMed, konsumi i lëngut të qepës ndihmon në parandalimin e mpiksjes ose koagulimit të gjakut, gjë që është një nga shkaktarët kryesorë të sulmit në zemër. Do ju ndihmojë gjithashtu edhe në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit. Lëngu i qepës luan një rol të rëndësishëm në trajtimin e luhatjeve të sheqerit. Sipas të dhënave, mineralet që përmban ky lëng e përmirësojnë aktivitetin e insulinës në largimin gradual të sheqernave të tepërt. Do ju ndihmojë gjithashtu në menaxhimin më të mirë të shqetësimeve tuaja të kollës. Siç e dini, qepa është një nga zgjidhjet më të mira sidomos në rastet e ftohjes ose dhe problemeve tuaja të kollës. Kështu, edhe lëngu i saj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Përbërësit e qepës ndihmojnë në shpërbërjen e sekrecioneve dhe lehtësimin tuaj të kollës. Gjithashtu, qepa është aleat i organizmit tuaj edhe kundër shqetësimeve të astmës. Astma është një nga problemet e rrugëve të frymëmarrjes, e cila mund të përmirësohet dhe të mbahet nën kontroll me përdorimin e lëngut të qepës. Kështu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Lëngu i qepës është një zgjidhje për të rritur sistemin imunitar. Përdorimi i rregullt i lëngut të qepës i bën mirë sistemit imunitar. Ai është i pasur me vitaminën C, e cila lufton bakteriet dhe virozat. Nëse jeni të sëmurë dhe konsumoni vazhdimisht lëngun e qepës, do të vërejeni një shërim më të shpejtë të organizmit. Tretja juaj do të përmirësohet. Falë fibrave që përmban qepa, bëhet tretja më e mirë e ushqimeve që keni konsumuar. Flokët dhe lëkura juaj do të përfitojë shumë nga përdorimi i qepës. Vitamina C dhe lëngu i qepës stimulon prodhimin e kolagjenit, ndërsa vitamina E shmang dëmtimin nga ekspozimi ndaj radikaleve të lira ultraviolet. Përgatitja e lëngut të qepës është shumë e thjeshtë. Duhet të bëni vetëm zjerrjen e qepës me gjithë lëkura për 5 minuta, kurse ujin pasi të ftohet mund ta përzierni me lëng limoni për të përmirësuar shijen dhe kështu ta konsumoni atë vazhdimisht në dietat tuaja. Është një mundësi e mirë për të përdorur në recetat tuaja të përgjithshme. Lëngu i qepës është një pije jo shumë e përhapur dhe shumë e padëgjuar për pjesën më të madhe të njerëzve. Ajo mund të përgatitet në forma nga më të ndryshme dhe gjithashtu do t'i ofrojë trupit një zgjidhje vërtet efikase. Kjo është një recetë natyrale e njohur gjërësisht për të mirat që i sjell organizmit dhe veçanti shkrirjen e djamit të tepërt në trup. Përgatitja e kësaj recete është shumë e thjeshtë dhe kërkon pak durim pasi zgjat 30 ditë. Më pas ajo ndërpritet një periudhë 2 mujore dhe më pas niset dhe përgatitet edhe për një periudhë 30 ditore me radhë. Ndonse njihet për shkrirjen e yndyrës së tepërt, përfitimet e saj shëndetësore janë të gjithanshme për organizmin. Në këtë video do ju sillim një mënyrë se si të përdorni dhe të përfitoni nga organizmi nga përdorimi i lëngut të qepës. Uji i qepës është i pasur me vitaminën C, B6, acid folik, ashtu si kalcium, magnez, hekur, fosfor. Të gjitha këto vitamina dhe minerale përmes qepës mund t'i konsumoni në një gotë të vetme. Uji i qepës. Ju duhet një kokër qepe të cilën në mbrëmje duhet ta qëroni nga lëkura, ta ndani në 4 pjesë dhe 4 pjesë duhet t'i vendosni në një enë me 250 ml ujë. E lini në temperaturë ambienti përgjatë gjithë natës dhe e pini të nesërmen esëll në mëngjes, pasi të keni hequr qafe pjesët e qepës. Pra duhet ta konsumoni vetëm lëngun dhe më pas mund të vijoni ta konsumoni në mëngjes. Kjo procedurë bëhet për çdo ditë për 1 muaj. Uji i qepës jo vetëm që ushqen organizmin me vitamina dhe minerale, por njëkohësisht do të nisë gradualisht shkrirjen e djamit dhe yndyrnave të tepërta të trupit. Përfitimet e shëndetshme të ujit të qepës në organizëm janë të larmishme. Krahas shkrirjes së yndyrnave të tepërta, kjo recetë do të ofrojë përfitime më të mira
pasi do të përmirësojë tretjen dhe forcon zemrën. Uji i qepës përmirëson tretjen falë sasive të fibrave që ka. Gjithsesi, uji i qepës ndihmon në shëndetin e zemrës duke ndikuar në reduktimin e kolesterolit, ndërsa parandalon akumulimin e yndyrnave të patretshme në aortë. Nxit të rritjen e flokut dhe redukton gjithashtu nivelin e zbokthit. Uji i qepës është jashtëzakonisht i mirë në shëndetin e flokëve, falë përmbajtjes së sulfurit, i cili është një ushqim i domosdoshëm për flokët. Ekspertët e WebMed këshillojnë aplikimin e ujit të qepës tek floku dhe skalpi i kokës 2 herë në javë për 2 muaj dhe do të shikoni rezultatet tek rritja e flokut dhe shëndetit tyre. Ai ndihmon në largimin dhe parandalimin e zbokthit. Për këtë problem mjafton që më pak pambuk të lyeni edhe me ujin e qepës të gjithë skalpin e kokës, ta mbani për 10 minuta dhe ta masazhoni dhe ta mbuloni pjesën e flokëve dhe skalpit me një peshqir dhe ta mbani për 20 minuta. Më pas e shplani kokën dhe e lini me shampo që të veprojë si zakonisht. Përdorimi i saj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj. Kolla është një reagim i trupit ndaj irritimit të fytit dhe mund të shkaktohet nga alergjit, astma, pneumonia, viroza dhe ftohja. E kollitura është një simptome normale, por nëse zgjat më shumë se një javë, duhet të kërkoni vazhdimisht edhe këshillat e duhura nga mjeku juaj. Një nga receta natyrale për të lehtësuar kollën në kushte shtëpie është gjithashtu edhe përdorimi i lëngut të qepës, të cilat mund t'i ofrojnë trupit shumë përfitime. Përbërësit që duhen në këtë rast janë një qepë e madhe dhe mjalë. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Prisni një qepë të madhe në copa të vogla dhe vendosni në një kulluese timet metalike si ajo e çajit mbi një enë. Shtypini copat e qepës mbi kulluese për të përfituar lëngun e saj. Një mënyrë tjetër është të grini qepën në mikser dhe ta kulloni. Lëngun e përfituar e përzjeni në sasi të barabarta me mjaltin. E lini për rreth 4 orë në kavanosh edhe përzjeni vazhdimisht. Pini lëngun e çajit të përgatitur 2 herë në ditë. Vlerat e lëngut të qepës janë të shumta. Ajo përmban fibër, vitaminë B6, vitaminë C, flavonoide, kalcium, magnez, kalium, selenium dhe fosfor. Përfitimet e lëngut të qepës në organizëm gjithashtu janë vërtet të larmishme. Lëngu i qepës mund të përgatitet edhe duke u zgjerë qepa në ujë me 4 kokra mesatare për 2 litra ujë. Mund të pihet gjysmë filxhani çaj në ditë me pak mjalt. Lëngu i qepës për pastrim. Përbërësit e qepës përmbajnë vitaminën C që largon toksinat e dëmshme nga organizmi. Aminoacidet e këtij lëngu ndihmojnë në nxjerrjen sa më të shpejtë të substancave të dëmshme nëpërmjet urinës. Shëndeti juaj i zemrës do të përmirësohet ndjeshëm. Sipas të dhënave, konsumi i lëngut të qepës do ju ndihmojë edhe në parandalimin e mpiksjes së gjakut, një arsye kryesore e shfaqjes së sëmundjeve në zemër. Ky lëng ndihmon gjithashtu në uljen e niveleve të kolesterolit dhe është i njohur për përfitimet e larta për shëndetin tuaj kardiak. Lëngu i qepës gjithashtu mund të ofrojë shumë përfitime edhe kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Lëngu i qepës luan një rol të rëndësishëm në lehtësimin e luhatjeve të sheqerit. Sipas të dhënave, mineralet që përmban ky lëng përmirësojnë aktivitetin e insulinës dhe largojnë gradualisht edhe nivelin e sheqerit në gjak. Lëngu i qepës është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në rritjen e vlerave të imunitetit dhe parandalimin e problemeve të tij. Pirja e lëngut të qepës i bën mirë imunitetit. Ai është i pasur kryesisht me vitaminën C, e cila lufton bakteriet dhe virozat. Nëse jeni të sëmur, pini lëngun e qepës dhe do të vëreni më shpejt edhe përmirësimet. Lëngu i qepës është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve tuaja të tretjes. Është e rëndësishme që këtë lëng ta pasqyroni vazhdimisht për dietën tuaj për të ndikuar pozitivisht edhe në mbrojtjen e organizmit tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Mos harroni ta shpërndani sa më shumë këtë video.